Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot do të tregoj si të përgatisni picën më të shpejt në kushte shtëpie, pa ardhur brumi, pra brum pa maja, del pambuk e butë shumë e shijshme, sidomos nëse s'keni kohë për të pritur të vi brumi, provojeni të dashur miq sepse realisht ka për të pëlqyer tepër. Si fillim do t'ju tregoj si të përgatisni një salcë tepër të lehtë për picë. Kam përdorur një domate, një spec të kuq dhe një qep të kuqe ose të bardhë. I kam zgjedhur të vogla për një picë. Nëse do i përdorni më të mëdha, do t'ju bëhet më tepër salcë dhe mund ta ruani në frigorifer për herës tjetër. Pasi keni përsi në vite, në copa mesatare nuk është e nevojshme të jenë shumë të vogla. Në një tigan të thellë ose në një tenxhere shtojmë 2 lugë gjelle vaj ulliri, perimet që soptuam dhe 4 lugë gjelle salcë domate të hollë. Nëse keni salcë të trash pastë, do nevojitet 1 lugë gjelle. Shtojmë gjysmë gote ujë ose 100 ml, një maj lugë krip, një bresh sheqer, kjo është opsionale, pak piper. E përzijmë mirë dhe vendosim në zjarr mesatar të vloj për 20 me 25 minuta. Do e kujdesni gjatë kësaj kohe duke trazuar her pas here. Le të vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Në nevojitet 250 ml ujë vakët ose një gotë 250 ml plot. Një lugë kafe e krip, gjysmë lugë kafe e sheqer, kjo është opsionale nëse keni dëshirë, 3 lugë gjelle vaj ulliri. Vazhdojmë përzijmë mirë me një lugë. Dhe tani të shtojmë mielin. Do nevojiten prafërsisht 250 deri 270 gram miell. Mielli që unë kam përdorur të dashur miq është miell farina që fryhet vetë. Por ju sigurisht mund ta zvendçoni me miell të zakonshëm dhe me një pak pluhur përpjekje, pra baking powder. Do ju duhet prafërsisht 10 gram pluhur përpjekje ose 2 lugë kafe mesatare, ndërsa miell do ju nevojitet prafërsisht një gotë e gjys. Pra me gotën që bën matjen e ujit, do bëni dhe matjen e miellit. Dhe do ju nevojitet një gotë e gjys, por do e shtoni avash duke e kontrolluar, derisa të arrini konsistencën e brumit që shikoni në video. Është pak më i trash se një brum keku, as shumë i trash, as shumë i hollë, që kur të bëni një vizë të tillë në tas, brumi të rrjedh ngadalë. Ja pra, ky ishte brumi shumë i lehtë në përgatitje, vetëm me një lugë pa patur nevojë të bëjmë pizë duar. Pas 20 minutash, në rastin tim, salca është siç e shikoni në video. Mund të dojë dhe 25 minuta, do e kujdesni dhe vetë. Nuk duhet të jetë e thatë, duhet të ketë pak lëng siç e shikoni dhe në video. Por lëngu do jetë i trashë dhe i lidhur. Ne vazhdojmë të e blojmë me blender, çfarëdo lloj blender të keni në shtëpi, derisa të kthehet në një masë kremoze dhe mos të ketë brenda copa, me një ngjyrë tepër të bukur portokalli. Ja pra kështu do jetë fiks siç e shikoni në video. Ka një shije tepër të mirë dhe mund të përgatisni çfarëdo lloj pice. Kam përdorur një tepsi 35 cm. Pra brumi është për një tepsi të kësaj madhësie. Nëse do përgatisni tepsi më të madhe, mund ta dyfishoni brumin. Vazhdojmë do e luajmë tepsi me gjalp të zbutur, margarinë ose dhe vaj. Në tepsi shtojmë një lugë e gjys miell misri ose miell semolina, sipas mundësive çfarë të keni në shtëpi. Mjafton që të jetë miell i ashpër. Duke i rënë tepsisë nga pas, e rrotullojmë nga të gjitha anët dhe mielli që mbetet mund ta ktheni përmbys që të derdhet në lavapiat. Dhe tani do shtojmë brumin dhe do e hapim mirë me një shpatull ose lugë. Hapet shumë lehtë, nuk ka për të vështirësuar as pak. Pra dhe kjo pjesë është shumë e lehtë, nuk është e nevojshme të hapni vend në banak, të bëni rëmuj. Sigurisht më e rëndësishme tek një gatim nuk është vetëm lodhja dhe koha që përgatitet. Më e rëndësishme është shija që ka dhe gjithë familja ta pëlqej. Unë siguroj që kjo recetë i ka që të treja. Përgatitet shpejt, lehtë, pa ardhje brumi dhe sigurisht gjithë familja ka për ta pëlqyer. Kam shtuar një pjesë të salcës, ngrohim furrën në 210 gradë, furri duhet të jetë i nxehtë, pra ta keni para ngrohur 15 minuta përpara dhe më pas të vendosni picën. E kam pjekur për 17 minuta. Pas 17 minutash largojmë sërish nga furra dhe i hedhim dhe një pjesë tjetër të salcës. Salcën të dashur miq mund ta hidhni sipas dëshirës. Mund të shtoni një pjesë para pjekjes dhe një pjesë pas pjekjes, ose mund ta shtoni të gjithën pas pjekjes. Shtojmë pak borzilok ose rigon të thatë. Gjithashtu djath për pica, mozzarella ose gouda. Para se të shtoni djathin, mund të shtoni prosciuton që ju pëlqen ose bacon. Picën sot unë kam përgatitur vetëm me djath, ndërsa ju mund t'i hidhni çfarë juve të pëlqeni. Gjithashtu kam shtuar pak ullinj dhe domate të vogla. Siç ju thash, mund të shtoni çfarë të pëlqeni. Sipër kam ngrirë pak borzilok, sigurisht kjo është opsionale, nëse doni mund ta shtoni. E vendosim sërish në furrë dhe pjekim prafërsisht 10 me 15 minuta. Do e kujdesni mirë dhe nga poshtë që të piqet dhe të marrë ngjyrë.
Pica del tepër e shishme dhe e butë. Provojnë të dashur miq dhe ka për t'ju pëlqyer tepër. Ja pra të dashur miq ku përfundom dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë miru të jofshim në recetën e radhës.